Ku Mojnan, zëdhënësi i kryeministrit shqiptar, del në televizionin shqiptar dhe deklaron që stemat e familjeve feudale shqiptare janë marrë nga stemat feudale franceze, se vërtet Shqipëria është pushtuar nga trupat e kryqëzatës së katërt që krijuan perandorinë latine. Plani ka zgjatur për 2 vjet, ishte një plan i fshehtë, gjoja për të çliruar Jeruzalemin dhe forcat e kryqëzatës së katërt sulmojnë Bizantin. Sulmojnë Shqipërinë nga Italia e Jugut, ishin trupat franceze dhe spanjolle. Prandaj, në gjuhën shqipe ka huazime nga gjuha spanjolle dhe nga gjuha franceze. Dhe vërtet stemat e feudalëve shqiptar janë stemat e feudalëve francezë. Kjo është e vërtet. Por mënyra se si ai paraqiti këtë ishte shumë e dhimbshme. Francezët pushtuan jo vetëm Shqipërinë, pushtuan dhe Greqinë, pushtuan dhe Bizantin. Dhe nuk ishin vetëm trupat franceze, kjo quhej perandoria latine. Këtu futeshin trupa gjermane, futeshin trupa franceze, trupa spanjolle, trupa veneciane. Dhe pushtojnë dhe Greqinë dhe e çajnë Greqinë në disa fragmente. Edhe Bizantin e pushtojnë, kryeqytetin e Bizantit, Konstantinopolin. Dhe në fakt aty merr të tatë pjetën Bizanti, merr fund. Nuk rrin më këmbët më. Dhe ky është shekulli 12-13. Pushtimi ka zgjatur më shumë se sa 250 vjet i Greqisë dhe i Shqipërisë. Dhe ky është momenti kur u krijua Albania, është e vërtet, nga trupat franceze. Është emër francez, Albania. Është rivendosja e emrit të lashtë Albanopolis, kryeqyteti i albanëve. Ky emër, Albania, është pastaj origjina e emrit Arbresh. Pra, jo vetëm që albanët nuk kanë ardhur nga Kaukazi, por ky studiues shqiptar, emri i tij është Thomas Frashëri, i familjes së Frashërve, Naim Frashërit, Abdyl Frashërit. Pra ky stërnip i Frashërve provoi që jo vetëm që shqiptarët nuk kanë absolutisht asnjë lloj lidhje me fisin helen albanoi, por ky emër është rivendosur mbasi kishte humbur mbas pushtimit nga perandoria romake, dhe pastaj mbas hyrjes së slavëve, ky emër është rivendosur nga trupat franceze. Është emër francez. Albania. Është vendosur nga feudalët francezë që pushtojnë Epirin. Pra grekët lodhen kot. Nuk ka absolutisht asnjë lloj lidhje midis emrit Albania dhe shqiptarëve. Fare, është emër i vendosur nga feudalët francezë, kryqtarët. Këtë ka thënë ky Thomas Frashëri në televizionin shqiptar. Dhe është e vërtet. Nuk ka asnjë lloj lidhje. Por më keq akoma, nuk ka asnjë lloj lidhje midis shqiptarëve dhe ilirëve. Unë zbuloj që emri Illyria është sharje në greqisht. Dhe vjen nga illos që do thot me sy të piceruar. Mirë, po unë kujtoja që në greqisht me sy të piceruar do thot me sy aziatik. Dhe mbas konsultimit me autor grek, ata thonë që kjo është sëmundje. Quhet strabizmos. Straboni ka këtë emër në lashtësi, shkrimtari që shkruajti për ilirët, sepse ai kishte sy të tillë. Pra, jo të piceruar, por sy vëngër, domethënë sy çakër. Është sëmundje. Më shumë se 2% e fëmijëve sot në botë ka këtë lloj sëmundje. Është e lidhur me sëmundjet e nervave, të trurit, të muskujve. Janë disa lloj sëmundjesh që kanë një emër të përbashkët, strabizmos, dhe është sëmundje e tillë që ke 2 sy që kanë shikime të ndryshme. Pra, kur shikon me një sy nuk shikon me tjetrin, dhe kur shikon me tjetrin nuk më shikon me atë të parin. Dhe kjo shkakton një depresion të madh tek njerëzit me këtë sëmundje strabizmos. Kjo sëmundje në Bizant quheshte Illyria. Është sëmundja e çakërisë, e sy çakërve. Nga e kuptova unë, do thoni ju.
nga emri i ministrit të mbrojtjes, Piro Vëngu, që është gjysëm shqiptar, gjysëm grek. Në fakt ai e quajnë vetëm grek. Emri i tij do thotë Syçakri. Emri i tij do thotë Ylyros. Fjalë për fjalë, është sëmundje, nuk ka lidhje fare me aziatikët. E kanë përdorur grekët këtë emër në Bizant për të sharë grek të tjerë. Është sharje ose është sëmundje, domethënë tregon një problem fizik që lidhet dhe me probleme të tjera psikologjike. Pra ti thuash dikujt Syçakër është sharja më e ndyrë, më e rëndë, më e keqe në botë. Të karakterizosh të gjithë popullsinë si Syçakër, këtë grekët se kanë bërë mas një komb tjetër në historinë e botës, dhe askujt grekët nuk i kanë thënë drilon, organ mashkullor, labiatan, organ femëror, breukoi, vemjet e bretkocës, vetëm shqiptarve. Fisi më i madh i lirë është penestai, do thot sklever nga fjala penes, i varfër në greqisht. Të gjithë emrat e fiseve i lire janë sharje. Absolutisht. Dhe i lirët nuk e dinin origjinën e emrit të tyre, as latinët. Ka qenë një sharje shumë e rëndë. Kjo prapashtesë negative, uria, vjet re tek fjalët që përdoren në greqisht për sharje. Lamia është për bindesh. Gjinde, fjalë për fjalë, në gjuhën greke, që ha shpirtrat e njerëzve në botën tjetër, dhe lamuria është sjellje e keqe e grave, shtrigave. Kjo është lamuri. Është emër abstrakt. Dhe ylliria është çakëri, me sy çakër. Dhe kjo prapashtesë yria ose uria është krijuar në greqisht për të nënvizuar si nën tekst ujë të holl. Të bësh ujë të holl, kjo është fjalë greke, ureo. Prekëndej vjen kjo prapashtesë negative uria, uros. Illyros, do më thënë i pshurur, fjalë për fjalë, dhe me sy çakër në gjuhën greke. Këto janë metaforat të dyfishta. Dhe i gjejmë me fjalën bardhosha. Bardha kometes është fjalë gjysëm ilirisht, gjysëm helenisht. Bardha e bardhë, kometes është kometa me flokë të gjatë. Pra është një metaforë dyfisht. Këtë bënte Homeri, të gjitha metaforat e Homerit janë të dyfishta, emra me mbiemra të dyfisht. Vetëm Homeri krijonte metafora të tilla. Edhe Yllirion duhet të jetë një nga metaforat e Homerit në një variant të Iliadës që ka humbur, se ka patur shumë motërzime. Ose kështu i krijojnë grekët metaforat të dyfishta, por është karakteristike e grekërve. Vetëm gjuha greke të lejon të shash dikë dy herë në të njëjtin emër. Me pjesën e parë syvëngër, pjesa e dytë me ujë të holl. Asnjë gjuhë tjetër në botë nuk e bën dot këtë, vetëm greqishtja e ka këtë mundësi. Tani ne nuk e vëmë dot emrin Illyria dhe revista Illyria është ndaluar, nuk botohet më. Revista Illyria ka dalë për të parë në vitin 1971. Të gjitha mbishkrimet që janë botuar në revistën Illyria janë greke, shumicja dialekti dorik. Kjo është gjuha pellazge, dialektet të gjetura në Thesali. E kuptoni apo jo? Nuk ishin të Atikës, po ishin dialekte të tjera greke. Janë gjetur 26 dialekte greke në gadishullin ilirik, që fjalë për fjalë do thot gadishulli i njerëzve me sy të vëngër. Nuk ka lidhje me aziatikët, është sëmundje. Është shari e rëndë, syqor, syçakër, sy vëngër. Është mbiemri i ministrit të mbrojtjes. E tmerrshme. Dhe tani, të dashur shqiptar, një intelektual i shquar me origjinë nga Veriu
Ai e ka pranuar idenë që emri Kosova është me origjinë slave. Jo nga dashuria dhe respekti, por kjo është gjetur në disa toponime në Rusi, Ukrainë, Çeki, Poloni dhe Serbi. Është në fakt një nga qytetet më të përhapura emri Kosova në të gjitha vendet slave. Dhe është emër mbiemëror i gjinisë femërore, ndërkohë që në serbisht është e gjinisë asnjanse. Pra, duhet mësosh gjuhë slave që të kuptosh toponimet në Kosovë dhe në Shqipëri, se janë të gjitha slave në përfshatra dhe greke në përqytete. Këto janë toponimet e Shqipërisë dhe të Kosovës, greke dhe slave. Tani, ky është sulmuar shumë nga turbo albanët, por ky është një intelektual shumë i shquar dhe nga që është shumë i respektuar, vendimi i tij është respektuar gjithashtu, por ky nuk ka bërë ndonjë zbulim, ka përsëritur atë që unë kam thënë në vitin 2004, përpara se sa të lindte Wikipedia, përpara se sa të krijojë YouTube-i, Facebook-u dhe TikTok-u, unë këto i kam nxjerr në serverat e Kalifornisë në GeoCities. Dhe janë aty akoma dhe sot e kësaj dite. Dhe emri Kosova. Por unë mendoja që vinte nga greqishtja. Për fat keq, fjala Kosova vjen nga gjuhët slave. Përfundimisht. Dhe në gjinin femërore është Kosova dhe në gjinin asnjase është Kosovo. Në të gjitha gjuhët slave. Por në serbisht është vetëm në asnjanës. Në gjuhët e tjera të Europës qendrore është dhe femëroria, Kosova. Pra gjuha shqipe ka marrë variantin e gjinisë femërore të gjuhëve slave, jo të serbishtes. E ka marrë nga gjuhë të folura në Europën qendrore. E pabesueshme kjo që ka ndodhur. Pra akoma më keq. Po ta kishte marrë nga serbishtja do të ishte shkëlqyeshëm. Po se ka marrë nga serbishtja, e ka marrë nga gjuhë të tjera, çekishtja dhe polonishtja. Ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, nga 10 milion shqiptar në botë, mua më ka kuptuar vetëm një intelektual me emrin Fahri Xhara, historian i shkëlqyer që pranon që emri Kosova nuk është me origjinë ilire dhe nuk është me origjinë shqiptare, është me origjinë slave. Por fatkeqësisht vetë emri Iliria nuk është me origjinë shqiptare, por është krijuar emri Iliria një lloj si Lamyria. Ka kuptimin vëngëria, syçakëria në greqisht, dhe është krijuar me prapashtesë negative uria në gjuhën greke, uros në gjinin mashkullore, uron në asnjanës. Pra është emër mbiemëror dhe kjo prapashtesë është krijuar për t'ju referuar fjalës bëj ujë të holl në greqisht. Pra është një prapashtesë shumë negative dhe Illyria ka kuptimin strabismus në latinisht ose strabismos në gjuhën greke. Strabismos do të thotë syçakëria. Është problem i muskulit pranë syrit dhe i nervit pranë syrit. Kanë probleme të tillë njerëzit që pësojnë dëmtim të kafkës gjatë procesit së lindjes, kur kalojnë në kanalin e femrës. Dhe kur kanë probleme, pra u shtypet kafka e madhe me kocka të mëdha shqiptare dhe ju çakërohen syt pastaj. Ky është problemi i ilirëve, strabizmi. Dhe ilirët ishin shumë mëshirëplot, i mbanin fëmijët me probleme fizike, ndërsa në Greqi ato liheshin në diell, në Spartë. Zgjidhej seleksionimi natyror për të mbajtur spartanët më të fortë, spartanët më të mirë, por ilirët ishin shpirt but dhe mbanin njerëz me të metafizike, dhe këta njerëz me të metafizike filluan të shumë fishohen, dhe njerëz me probleme mendore kemi dhe sot shumë në Shqipëri, sepse ne jemi mëshirëplot. Ky është problemi i shqiptarëve, shpirti ynë i butë. Pra grekët nuk i mbanin fëmijët me sy të tillë dhe ishte fat i madh që Straboni mbijetoi, sepse ai lindi në Azinë e vogël në fakt. Po të kishte lindur Straboni në Spartë,
ai nuk do ishte gjallë dhe nuk do ishte shkruar asnjë fjalë për ilirët, sepse ai ka bërë shpjegimet më të mira. Dhe Straboni thotë që fjala Dardania nuk vjen nga fjala dardhë, por vjen në greqisht nga fjala bëj ujë të trash, do më thënë një njeri me njolla të ujë të trash, dhe darda shqiptohet në greqisht dhardha, dhe Dardan është në greqisht Dardhanos, një njeri me njolla mjalti. Emri Kosovës unë e mendoja të ardhur nga greqishtja, në fakt vjen nga gjuhët slave, siç e ka pohuar dhe Farid Xhara më në fund. Ka kuptimin zog i zi, mëllenjë zez, ndërsa në greqisht ka kuptimin një gjel i zi, që ishte një mutacion gjenetik, gjendet ky lloj gjeli i zi edhe në Indinë sot e kësaj dite, që është gjel luftarak, përdorej për ndeshjet e gjelave. Pra, në gjuhën greke, varianti origjinal është kosyfos. Kjo ishte një fjalë tabu dhe është bërë kopsychos në gjuhën greke, por ky është motorzim. Origjinali është kosyfos. Dhe gjuha greke reflekton pikërisht zhvillimet morfologjike të gjuhëve slave, dhe kjo fjalë quhet paragreke. Kjo tregon që slavët kanë banuar në gadishullin ilirik ose në gadishullin e syçakërve të dashur shqiptar. Dhe nga e diun këtë, kjo fjalë është në të gjitha gjuhët slave dhe vetëm në gjuhët slave, greqishtja këtë ka marrë nga gjuhët slave, dhe në gjuhët slave krijohen emra nga mbiemrat me prapashtesën ovo. Në gjuhën çeke është uv, por në gjuhët e tjera slave është ovo në asnjanës. Dhe shikoni çka ka ndodhur. Emri Kosova, fjalë për fjalë, ekziston në gjuhët slave të Europës qendrore dhe është i gjinisë femërore, ndërsa në Serbi është e gjinisë asnjanse, Kosovo. Kosova në gjuhën shqipe është vetëm në gjuhën e Ukrainës, në gjuhën ruse, në gjuhën çeke, në gjuhën polake, dhe është emër mbiemëror i gjinisë femërore. Dhe këtë fjalë marrin grekët dhe bëjnë kosyfos. Më çfarë tregon kjo? Që kjo është fjalë lashtë, sepse kjo është gjetur në monedhat greke që nga shekulli 5 para rëson ka patur slavë në gadishullin ilirik. Pra Farid Xhara, pa dashur, ka pohuar që slavët paradatojnë shqiptarët në Kosovë. Pa dashje ka bërë, kuptohet. Ai duke dashur që të mohoj emrin Dardania, që ka kuptimin mjalt, në gjuhën greke është sharje, dhe jo dardhë, sepse shqiptohet dhe Dardania, nga dardha, mjaltë, ujë të trash, fjalë për fjalë. Pra duke dashur të më njanoj fjalën Dardania, Farid Xhara ka rënë dakord me mua që kjo duhet hequr, duhet vënë pra Kosova. Pastaj e ka ndruar mendjen, ka thënë që Kosova vërtet është fjalë nga gjuhë slave, sepse nuk e nga shkon, fjalë slave është. Tashi, unë e mendoja që ishte nga gjuha greke, pra e vërteta është që është me origjinë nga gjuhë slave, do me thënë, emri Kosova ka qenë aty, është emër i gjinisë femërore, dhe Kosovo është emër i gjinisë asnjanse të dashur shqiptar. Tani Farid Xharën e kundërshtojnë turbo-albanët, që kanë arritur shifrën historike 32.000 veta të regjistruar, fanatik të këtij personi që e ka shëmtuar gjuhën shqipe dhe gjuhën e Kosovës, ose gjuhën e Dardanisë. Pra është krijuar një debat shumë i fuqishëm midis këtyre dy gjigantëve. Ky është giganti vërtet, Farid Xhara, ndërsa ky i dyti merret me palaçollëqe, me shëmtira. Do më thënë, ai bën të njëjtën gjë që bën Eleni Koçaqi, e cila e nxjerr fjalët e personazheve të Iliadës, emra shqiptar, me manipulime gjuhësore. Jo sipas ligjeve fonetike të shqipes ose të greqishtes, dhe ky bën të njëjtën gjë. Ky është një klon i cili
merr fjalën Kosovë dhe thot ka kuptimin vend me ujë. Argumenti i tij është ky. Fjala Kosova mund të ndryshohet në Kozoba sipas tij. Sepse në Shqip pas ka ndryshime fonetike SZ në mes të fjalës dhe VB në mes të fjalës. Atëherë Kosova sipas tij mund të ndahet në fragmente. K, Q, O, osht. Zo me kuptimin e zëna dhe ba me kuptimin e banë. Dhe ai shton nga mendja e tij fjalën ujë. Pastaj ndryshon vendet këtyre tingujve që nuk janë as rrokje, por që ai krijon rrokje me to dhe krijon fjalën që është ba e zonë. Dhe pastaj shton dhe fjalën ujë, që është e zënë nga uji, sipas tij kjo është fjala Kosovë. Tash ti do të jesh me të vërtet ilirius ose syçakër që ta pranosh origjinën e kësaj fjale në këtë mënyrë. Pra, grekët pas kanë patur të drejtë, ilirët janë syçakër, që do të thot budalla në turqisht. Ne nuk e kemi fjalën budalla, kemi marrë nga turqit, sepse ne jemi shpirt but të mirë dhe nuk e përdorim fjalën budalla më përpara se sa të vinin turqit. Ne i pranonim ilirët syçakër në gjirin ton. Ky është problemi i shqiptarëve, që syçakëria është bërë pjesë e kodit ton gjenetik. Tani, intelektuali shquar Farid Xhara pa dashje ka rënë në kurth. Ose do vësh fjalën Dhardanos, i mbuluar me njolla mjalti të pista, të ujë të trash në greqisht, e vërtetuar në fjalorën e Hezikusit të Aleksandris, kështu thot ai. Kjo është fjala Dhardanos. Dhe është përdorur në Azinë e Vogël për të përcaktuar perëndimin e diellit, që ishte i shëmtuar, i dhimbshëm. Ky është kuptimi i fjalës Dhardanos dhe nuk ka lidhje me fjalën dardhë, se përndryshe do kishim në shqip dardhë, por është Dhardanos në greqisht. Pra është fjalë greke, Dhardanos dhe Dardania, nuk ka lidhje me shqipen. Për fat keq, mua më dhem shpirti, por nuk ka lidhje me shqipen fare fjala Dhardanos. Është fjalë greke, njeri pist, njeri me njolla të ndyra. Ose do vesh fjalën Dardano, ujë të trash, përcaktimi i perëndimit të diellit në Azinë e Vogël, ose do vesh fjalën Kosova, që vërteton që s'ka patur shqiptar në Kosovë. Kjo fjalë, sepse kjo fjalë është marrë nga grekët në shekullin e 5 para erës sonë. Pas ka patur aty slav, dhe slavët thonë kjo është gjuha para greke tani. Slavët janë pelazgët, e kuptoni apo jo? Tani slavët janë shumë të kënaqur, sepse shumë toponime në Greqi kanë disa ngjashmëri me fjalën slave, dhe një nga këto toponime është Tomorit. Do thot i zi në gjuhën slave. Tomus është qyteti i Tomit në detin e zi, do thot vendi i errët. Përkon me fjalën Skotousa, errësirë, kryeqytetin e pelazgëve. Dhe slavët thonë që Skotousa është përkthim i fjalës Tomor, do të thot vend i zi. Vend ku nxihej Zeusi, ku nevrikose dhe hidhte pikërisht rufet. Është e vërtetuar kjo është fjalë me origjinë nga gjuhë slave, fjala Tomor. Nuk është shqipe, nuk ngjan me shqipen. Kërkoni këtë në filma të tjerë. Pra ky është njëri nga toponimet slave në Iliri. Pra, në gadishullin e syçakërve janë folur të gjitha dialektet helene, por dhe dialektet tjera indo-europiane. Pra, këto janë gjuhët indo-europiane, gjuhët slave, dialektet greke, gjuhët gjermanike që nuk gjenden në Iliri fare, dhe nuk gjendet asnjë toponim shqiptar në Iliri, asnjë vetëm. Pra, Farid Xhara dhe të gjithë intelektualët shqiptar ka rënë në një kurth të tmerrshëm. Ose do pranojnë që s'ka patur shqiptar, por ka patur slav në Kosovë, dhe madje mediat në Kosovë të blera me parat ruse
thonë që ekziston kombi kosovar, jo kombi shqiptar. E të mërshme. Ata janë shqiptar, kosovarët. Fjala Kosovë do të hequr. Më mirë të mbahet fjala mjalt, greke, se sa fjala Kosovë. Sepse fjala Kosovë tregon që shqiptarët kanë marrë fjalën Kosova nga gjuhët slave të Europës qendrore. Është emër i gjinisë femërore në këto gjuhë. Kosovo është emër i gjinisë asnjanse në serbisht. Pra shqipja e ka marrë jo nga serbët, e ka marrë nga slavë të tjerë këtë fjalë. Akoma më keq është fjala Kosova, sesa Kosovo. Ku ma gjen fjalën Kosovo? Kosova është fjalë e huazuar e pastër nga slavët e Europës qendrore. Nuk e shpjegon dot ti që është e zanë me ujë. Pra këta një lirët, si Çakrit, ministri i mbrojtjes. E që të bëjnë tani shqiptarët? Ose do mbajnë emrin Kosova, Mëllenja e Zezë, në femërore në gjuhë slave, ose do mbajnë Dhardhania, imbuluar me njolla mjalti që i vinë erë, si plerave të Tiranës dhe të qyteteve të tjera të Shqipërisë, i vjen e gjithë Shqipërisë era mjalt. Po ky është pasioni ynë, ne vetëm me mjalt bekohemi. Në fakt ne jemi autokton, sepse grekët ne na kanë thënë që ne kemi shumë qef mjaltin. Ne lyhemi me mjalt, e kuptoni? E përdorim si kamuflazh, që kur afrohet armiku t'i vi për të vjellë, të largohet me vrap. Kjo ishte strategjia e ilirëve. Lyje fytyrën me mjalt dhe shpëton nga vdekja. As nuk të vret greku, po i vjen për të vjellë. Kur takohet me ty. Mirupafshim Dhardhani i dashur. Qa do bësh tani? A do bësh kosovar apo Dhardhan? Vendos i dashur kosovari. Unë them që të bësh shqiptar. Një lloj si ne. Bashkohu me ne, kosovari. O kosovari! E kupton apo jo? Je bërë gazi botës. Bashkohu me shqiptarin kosovari. Mos i shpjegoti fjalët slave me fjalët monosilabike të shqipes. Se bëhesh qesharak, bëhesh yllyros me sytë të Çakër, këtu fare të kanë ardhur sytë kosovari, të lutem bëu shqiptari kosovari, ti je shqiptari. Mirupafshim, shqiptari kosovari në filmat të tjerë shkencor, si Vëngër është yllyros. Piro Vëngu është ministri i mbrojtjes. Piro, po vjen një raket në këtë drejtim. Mirë, do ta mbroj, do të dërgoj një dron në një drejtim të tjetër se kështu më thot syri.